Prurjet e lumit Vjosa kanë shënuar rënje gjatë natës. Aktualisht prurjet e ujit janë ulur dhe niveli i tij tek ura e Mifolit është 8.4 metra, duke bërë që të tërhiqet gradualisht nga zonat e përmbytura, ndërsa është shliruar nga pushteti i ujit edhe ura e vjetër. Prurjet nga Memaliaj dhe Përmeti janë më të paktat, çka arrit shpresën për përmirësim të situatës. Si pasojë e përmbytjeve, uji ka depërtuar në rreth 20 banesa në Bishan, kryesisht në ambientet e jashtme të tyre, duke shkaktuar dëme materiale dhe shqetësim për banorët e zonës, po ashtu edhe në disa prej zonave periferike, argjinatura është dëmtuar dhe uji po depërton nëpër toka. Problem mbetet uji në oboret e banesave dhe në fshatrat Mifol dhe Fitore, por edhe në qendrën e njësisë së Novoselës. Jo, unë jam banor i fshatit Fitore, Keni pat probleme? Në fshati jo, se pati mbrëtje nga shteti që e blokuan se, por mos kishë Argjinatura? Po, 100% doli në hyrje të tregut atje, ata direkt ndërhyjtën me njëse, po kishën bërë ndërhyrje, e kishën shumë të vështirë, po ta si qatë themi ne. Pritet që nesër do jetë një kohë e keqe. Edhe që nuk pritet. Ka rënë, përmandem, ka rënë, pak a shumë poshtë, si që jatë në djeni të pas që më jesë, ka rënë nga pazari që është ati, por që nuk pritet. Ndërkohë ka patur edhe raste të emigrantëve të cilët kanë ardhur nga jashtë për kaluar disa ditë në vendlinjet e tyre. Një rast i tillë është edhe i një shtetasi shqiptar, i cili vjen nga Gjermania për të kaluar ditët në vendlinjen e tij, ndërsa vetë banori thotë se kjo situatë është e vështirë. Nuk po mundet as të shkojë në shtëpi, ndërkohë që tregon se fatkeqësive natyrore nuk e çfarë u bën. Ju jeni të bllokuar andaj? Po, patjetër. Derisa i bllokuar këtu, nuk kalohet. Nuk kalohet, për ne po fshati ju nuk përmbytet në fakt. Edhe pse është afër detit. Ju keni vetëm vështirësi për të kaluar? Për të kaluar, për të ikur. Ndërkohë në banesa pati prezencë? Jo, te neve jo. Nuk e ka pas i herë sa del vjesë. Në të zonë. Delisuf. Erdha po shpoj këtë të shtëpi. Nuk kalon dot? Jo, nuk kalon dot. Shti me natyrë nuk ka hajsh dot. Banorët tjerë na thanë që niveli i këtij viti ishte shumë i lartë. Më i lartë, ka kaluar urën nga sipër. Herë tjera nuk e ka kaluar urën nga sipër dhe ka dalë, po ka dalë me një masë shumë, si vjetë ka dalë më shumë. Ndërkohë janë evakuar me detyrim nga Delta Force ditën e njëjtë 2 të moshuar nga banesat përgjatë lumit pranë urës së Mifolit, si dhe 200 krerë bagëti nga fshati Bishan dhe Novosel, ndërsa një fermer nga fshati Bishan i ka larguar bagëtit vetëm i detyruar nga efektivet e ushtrisë. Ndërkohë po punohet për pastrimin e kanaleve kulluese në fshatra dhe njëkohësisht për largimin e ujit nga banesat. Gjithashtu pritet të nisë vlerësimi i dëmeve në terren.